Përpara më vjen mirë që jeni bashkë. Dhe më vjen shumë keq se jeni sinqert. Nga fjalimet nxorrat që nuk jeni sinqert. Sinqeriteti juaj transportohet që ne dhe kështu si bëjmë ne. Nuk jeni sinqert, atë do të kishim marrë vesh përpara ju këtë kishë ne. Të kishim marrë përpara vesh, kishim dakord. Paktën parim, edhe të na shpreshin ne kur folet me një parim. Jo vini këtu e në bashk e në të ndalë. Është gabim shumë i madh. Shqipëria s'ka vujt kur për reforma, ka vujt për sinqeritet. Ka vujt për sinqeritet. Kthej ke sinqeriteti. Bëj njerëz të përgjegjshëm. E mira është e mirë, e keqja është e keqe. E din gjithë kush është e mirë, edhe ju dini më mirë se ne. Reforma territoriale ka të mirat e veta, po ka edhe të këqijat e veta. Kush është e mira që ka bë? Kishim 14 kretar komunash, 14 bodyguarda, 14 shofera. Këtë me Vilan Tiranën. Gjithë me Vilan Tiranën keni. Dhe të dalin të flasin një me mua këtu. E dyta, duhet fut një ligj. Këshilltari zgjidhet me votë lirë, jo me lista partish. Jo me unë jam 20 sa vjet këshilltar, jo me lista partish. Jam i pavarur, nuk jam as me këta. E di më këta. Jam çdo kritik po së vën vesh se këta ku kanë interes bëhen me këta. Ku kanë interes edhe veta me këta i ke. Lez bëjnë laka këtu këta. E treta, çdo kryetar bashkie që zgjidhet kur dëzoj mandatit, fut janë ligj 10 vjet të rinë vendin ku ka qenë drejtues. Që ta ndjej çka ka bë vet. Se këta vinë pasuron këtu edhe ikin. Vinë ai deputeti nga Tirana këtu pa shtëpi, pa katandi, pa dresh. Dhe vinë edhe 8 men. Men mund të rriti. Jo zotëri, fut janë ligj. Dhe bësh deputet të rri 10 vjet në libër. Këshilltari 5 vjet. Këshilltari që zgjidhet 5 vjet rri këtu, çove çai ka bë këtij vendi. Ne ja kemi bë këtij vendi, s'ta kanë bërë reformat. Ta nuk lexon, shoh këshill, asnjë nuk lexon. Asnjë. I kanë marrë mendimet për jashtë, vinë, dërën, pëdës, bashk. Miktroni. Opozita duhet e fort, duhet e sinqert. Jo me mashtrime. Dëften mu komunat. Komunat që një skandal që pa të mbë me 13 komunat libre. Shofer, bodyguard, sekretare. S'vite lek për pollën pjatine, ta hajtë hanë e njëni, ta hanë, shën hanë e sa për 14 vete, ta hanë e ma pak. Kështu që fut një liq, këshilltari të zgjidhet nga i hapur, fitoj e kush dëje. Kryetari bashkisë 10 vjetë rri me shpi këtu. Pune njerë, pune e këtu njerë si zëtni. Si janë bë, shof, drejtorat një, kryetar të komunave të di, nuk din me bë punë qëtër mo. O deputet du të bëhë, bile pretendenti zonë, edhe një ke ministrit një pjesë, sa të bëhë ndonë. 3 minuta i krym. Kërke ndjes. Falemderit shumë. Tani. Po ju lutem, a mund ta mbajmë pak rendin? Tani jo, e kemi këtu, do ta kalojmë te financat. Tani, për mua është shumë e rëndësishme Po jam o pyetje pastaj. Tani, do mbetemi pak tek financat, se është shumë e rëndësishme kjo. Dhe futemi tek shtylla financave. A paguen më shumë taksa dhe tarifa se dje përpara reformës sot? Tani o do vazhdojmë ose mirë mbrëma dhe faleminderit qytetarëve. Duhet ta mbaroj pak pyetjen. Ndërkohë që paguen taksa, a merrni po të njëjtën cilësi shërbimi në raport me taksat që paguhen, apo këtu ka një lloj objekcioni dhe ka diçka për të përmirësuar? Atëherë, mendoj dhe gjykoj që paguen më shumë taksa, por se duke u zmadhuar bashkia, këto taksa humben tek arka e madhe dhe kur vjen puna ti kthehen në shërbime qytetarit, këtu pastaj nuk ka barazi. Detyrimisht hedhja e taksave në një ark të madhe, ku kryetari i bashkisë pastaj nuk ka në fokus qytetarët, sepse po të shkojmë tek
parimet e kartës së autonomisë vendore, parimi bazë është parimi i subsidiaritetit, që do të thotë t'i afrojmë bukën qytetarit, jo ta marrim qytetarin, ta çojmë tek buka. Ta çojmë rrugën tek qytetari, mos çojmë qytetarit tek rruga. Pra, tendenca ishte me statistika që gjithë Shqipëria i është vërsulur Tiranës apo dhe qyteteve të mëdha. Çfarë mund të bëjmë që me një reformë territoriale të bëjmë të kundërtën, pra të parandalojmë këtë hemoragji të shpopullimit, qoftë drejt Tiranës, qoftë përtej kufive të Shqipërisë. Pra mundemi të bëjmë këtë që qeverisjen ta çojmë te qytetari, më pastaj si rezultat flasim për Bashkinë Bulqis. Ju lutem, që mos flasim për Bashkinë Bulqis. Pra, në Bashkinë Bulqis, përkundër statistikave që përmendi i punësuar i bashkisë, pra ka një shpopullim masiv. Ka shpopullim prej më shumë se 1/3 së popullatës në përgjithësi, ka fshatra të shpopulluara me 2/3, siç është Mazhica, Gjurasi, Tërnova e Madhe e Vogël, Leçani, fshatrat Ostenit, fshatrat Zerçanit me radhë. Ka fshatra që shkojnë edhe drejt Shfarosjes. Pra po shfarosen disa fshatra të Bashkisë Bulqis. Po të kthehemi në një reformë tjetër, nëse Bashkinë Bulqis e çojmë diku tek pra Bashkia e Gollobordës, siç ka dhe traditën gjuhën e tjetër, një bashki që mund të jetë Shupenza, që mund të marrë dhe Gjoricën, apo një bashki mikse që përfshin fushgropën e parë të Lumit Drin, që është fushgropa pra. Të lutem Astrid, atë dëgjuam. Astrid, dëgjuam tani. Pra, fushgropa Maqellar, Shupenzë dhe Gjoricë. Pra kjo do të ishte një bashki funksionale. Që mund të ishte një bashki funksionale sërish pa Kastrioti, si vendlindje Skënderbeut, dhe do të përfshinte pra Peshkopi deri në kufin me Bashkinë Kukës, dhe do të kishim bashki funksionale. Parimi është ky, nëse bashkit i zmadhojmë, i afrojmë më afër qeverisë, i largojmë nga autonomia, i largojmë nga demokracia vendore, e largojmë shërbimin nga qytetarët, dhe ndërkohë, nëse ne i afrojmë afër qeverisë, qeveria do t'i glabrojë. Po i afrove pulat afër Dhelprës, Dhelpra dihet, janë pulat. Dhe një tregus që kjo reformë nuk funksionoi, 1 minutë, është që pra, nëse i afrojmë afër qeverisë, del kryeministri me një urdhër janë tërhequr të gjithë drejtorët e administratës dhe administratorët. Pra që do të thotë bëhet segmenti i qeverisë, nëse ti zmadhon i afron afër qeverisë. Faleminderit. Kundër kësaj është një reformë tjetër. Faleminderit. Okay. Faleminderit gjithëve. Do të lutesha të mbanim 3 minutat, po kemi zotrin dhe jemi tek financat, e taksat e shërbimet. Po ta jap mikrofonin, është për ty. Përshëndetje gjithëve. Dhe 3 minutat e tua filluan tani. Po. Unë jam Razi Rama, ish kryetar komune, përfaqësuesi i shoqërisë civile në këtë moment. Dua të flas në lidhje me reformën territoriale, dhe reforma territoriale shihet si një reformë, një zonë funksionale. Zona funksionale duhet të jetë ndërthurje mes njëra tjetrës, demokraci mes njerit, bashkëveprim ekonomik, financiar dhe shërbime kryesisht. Mirë po, ky parim në kushtet aktuale nuk është i respektuar. Me të vërtet, nuk dëshirojmë që t'jenë 370 komuna. Mund t'jenë edhe shumë më pak. Unë jam që të rritet numri i bashkive. Dua të them edhe 2 paraforce që identitetin e një zone e përcakton zona, jo qytetari i Peshkopisë. Do t'i them edhe përfaqësuesi tjetër që komuna Ostren kur është dorëzuar me gjendje financiare, jo me borxhe. Prandaj në këtë kuptim, Golloborda ka ca karakteristika të veçanta. Parimi kryesor është dëgjuesia. Kjo nuk është dëshira ime. Kjo është në sheku e lënë aty. Si mund ta ndryshojmë ne? Zoti Mazniku tha duhet shifen traditat, pikërisht për këto tradita duhet flasim. Prandaj unë kërkoj që Golloborda ka historinë e vet, ka kulturën e vet, ka identitetin e vet, kombëtar dhe zonal, për cilën
ne e ndjejmë veten krenar. Duke patur këto nivele karakteristikash, kërkojmë që bashkia Gollobord të krijohet, nuk është bashki as bullgare, as maqedonse, sepse aty jetojnë komunitete të ndryshme, është heterogjene, por funksionaliteti në shërbim sot në kushtet aktuale është vlen për të dëshiruar. Nuk ke një punojës të punësuar në Bashkinë Burqis nga zona e Gollobord. Një. Në 500 punonjës që ka Bashkia e Burqis, përveç 5 janë në Ostren e 5 janë në Trebisht, bile edhe nga Shkupenca punësojnë në Ostren, sepse sigur atje s'ka njerëz. Parimi i dytë është parimi i përfaqësimit. Zona e Gollobord nuk është e përfaqësuar. Prandaj në këto kushte, duke patur parasysh këto veçori, kërkojmë që bashkia të jetë e krijuar në Gollobord. Ky është niveli. Një diçka tjetër, për sa i përket financave, po jap një shembull të vogël. Kur ishin dy komuna, po marr dy komunat. Koha mbaroi, a? Të lutem, edhe një sekond. Golloborda duhet të kthehet te identiteti vet. Duhet të kenë ndryshim qarku. Dibra t'i kthehet Stebleva, që ka kaluar me qarkun e Elbasanit. Qëllimisht është bora e ndarje, 92-shin, e ka bë PD-ja, e ka bë gabim. I krym. Faleminderit. Do mbetemi pak tek financa se zotëria këtu ka fjalën. Ka një diskutim, tani se me që e vendosëm si penalti këtë punt, kemi një lloj balance, logjike. Mirëmbrëmje të gjithëve. Mirëmbrëma, ju lutem, mund të prezantoheni? Unë jam Daliu, me profesion ekonomist, ka 42 vjet jetës time, 20 i kam harxuar në bashkëpunim me organizata dhe ndërkombëtare. Dhe unë do të përpiqem të sjell të disa tregues që kanë të bëjnë me pjesën para reformës dhe pas reformës. Atëherë, sipas treguesve, rezulton që numri i kompetencave të bashkive ishte 32, nga cilët 24 ishin të kufizuara dhe sot janë 38 të gjitha të plota. Shpenzimet i investimet vjetore janë rritur në bashkim Peshkopi, bashkim Dibër, janë rritur mbi 2.3 herë. Rrjeti rrugor i asfaltuar nga 136 km para reformës, sa për afro 25 vjet, pas reformës ka rritur në 291 km, duke u shtuar me 165 km gjithsej. Dhe nga 8 njësi administrative që lidheshin me rrugë deri në qendër përpara, numri i tyre pas reformës ka rritur në 12, duke përfshirë kryesisht Lurë, Luzni, Aras, Fushqidhen e tjerë. Nga 18 fshatrat lidhur me rrugë të asfaltuar para reformës, numri i tyre sot është 70. Largimi mbeti urbane nga 4 njësi administrative të përfshira përpara reformës në shërbimin e largimit mbetjeve, sot kemi 12 të përfshira në këto. Numri i turistëve ka ardhur gradualisht duke rritur, sidomos me hapjen e rrugës Arbrit, dhe është plotësuar difishi krahasimisht me periudhën më parshme, duke rritur 25% në vit dhe duke arritur në 1 milion ditë turistë. Dhe kthimi i dibranëve të cilët janë larguar më parë në rajonet tjera dhe ka edhe nga ato që ndodhen në migracion, ka filluar të ndodhë. Është një numër prej jo më pak se sa 500 pas ndërtimit të rrugës Arbrit dhe pavarësisht nga fakti që kemi edhe fshatra me distancë largët, unë personalisht mendoj që reforma e ka kryer më së miri funksionin pavarësisht problemeve. Ju falenderoj.